Shkelje të rënda dhe të përsëritura të Kushtetutës nga ana e Presidentit Republikës Bayram Begaj janë si më poshtë. Po, respektojmë vendimin e gjykatës kushtetuese. Zhvillimi i procesit zgjedhor në datën 9 për Bashkinë e Tiranës është thuajse i pamundur. Presidenti i Republikës nuk ka kryer asnjë shkelje dhe nuk do shkarkohet. Ka disa ditë që Partia Demokratike e ka spostuar shënjestrën nga kryeministria drejt presidencës së Republikës, po përdorin çdo lloj artillerie të rëndë ndaj presidentit. Presidenti sotëm nuk ka asnjë lloj kompetence siç bënte dikush Sali Berisha i plot fuqishëm apo më pas Mejdani, Mojsiu, Topi dhe deri diku Nishani. Në kohën e Ilir Metës parlamenti kufizoi edhe më tepër kompetencat e kreut të shtetit. Aq sa sot presidenti i Republikës me të vërtetë quhet kryetari i shtetit, por nuk zotron fare pa kompetenca. Edhe dekretet për dekoratat parlamenti socialist bashkë me Partinë Demokratike ja kanë hequr. E pse gjithë ky sulm ndaj tij? Për dekretin ku futi dhe diellën si ministre, për dekretin për zgjedhjet në Tiranë, apo për kërkesën drejtuar gjykatës kushtetuese të vendit për të informuar se kujt dhe kur mbarojnë mandatet e çdo antar i kushtetues. Për çfarë pra? Për ministren diella ishte dekret për një fushë të re, në kushtet e teknologjisë digjitale ku bota ka hyrë në një fazë zhvillimi të ngutshëm e ku të gjithë po provojnë dhe po testojnë. Ndaj dhe dekreti me këtë mundësi zhvillimi mund të jetë firmosur. Dikush mund ta quajë se ishte një gabim, shumë të tjerë si një rrugë për t'i hapur udhë qeverisë, e cila ka prioritet zhvillimin në teknologji. Diskutimi shkon sipas perceptimit të liderëve politik. Dikush që është shumë i vjetër dhe në moshë nuk e ka përdin dot ecurinë e sotme të teknologjisë, ku ajo që sot quhet e re, nesër bëhet e vjetër, pasi po ecën me ritme galopante ky zhvillim. Dekreti dhe mund të mos bëhej për ata që nuk e kuptojnë se bota ka hyrë në një fazë teknologjie ku brezi i ri është 100 vite para brezit të mesëm. Për dekretin për zgjedhjet në Tiranë, presidenti ishte shamat në raport me kodin zgjedhor. Nuk kishte rrugë të dytë që të mos e firmoste. Ishte gjykata kushtetuese që e pezulloi deri më 31 tetor. Kur do të marrin vesh nëse Erion Veliaj vazhdon të jetë kryetar bashkie edhe nga burgu, apo gjykatësit do t'i japin të drejtë qeverisë. Në fakt, gjykata kushtetuese nuk duhet të pezullonte dekretin e presidentit, por të pezullonte shkakun, pra vendimin e qeverisë për shkarkimin e kryebashkiakut. VKM ishte shkaku ndërsa dekreti ishte pasojë e detyruar. Por gjykatësit kushtetues, duke patur frikën e ndëshkimit nga perandori Rama, u tkurrën në zyrat e tyre dhe firmosën për dekretin, ku dekreti ka ardhur si pasojë e vendimit të qeverisë. E kush faji këtu i presidentit? Edhe sikur të ishte president Berisha, Mejdani, Mojsiu, Topi dhe Meta, do ta kishin firmosur këtë dekret. Në lidhje me kërkesën zyrtare të Bayram Begaj në drejtim të gjykatës kushtetuese, mund të thuhet se së pari ishte një fyrje institucionale, pasi shkresa është nisur në janar të këtij viti dhe çdo gjykatë e shqyrton në tetor, pra 10 muaj pas, duke injoruar kështu kreun e shtetit. Dikush prap thashë theme mediatike se ka për mandatin e gjyqtares Sonila Betja. Dhe kjo është e pavërtet, edhe pse Sonila Betja është sot gjyqtarja më profesioniste dhe më kurajozja, dhe që nuk ka zot që e largon se është kushtetuese. E nëse fjala vjen, ta kishte bërë Edi Rama një shkresë për diçka, ata pothuajse të gjithë si gjyqtar kushtetues do të ishin dhirë nga frika e Ramës e do ta shqyrtonin urgjentisht. Madje do të jepnin me shumicë votash të drejtë atij. Presidenti Begaj ka kërkuar thjesht një informacion, siç ka të drejtë kushtetuese çdo institucion të Republikës që ka informuar kur kreu i shtetit e kërkon zyrtarisht. E çfarë krimi kushtetues pas ka bërë kreu i shtetit në këtë rast? Partia Demokratike nuk ka çfarë t'i bëjë kryeministrit Rama e turret ndaj kreut të shtetit. Bayram Begaj as ka qenë politikan, as ka ndonjë parti politike suportuese, as nuk ka lobing në parlament, nuk ka asgjë. Ai është thjesht president republike në një republik ku kryeministri është gjithçka. Dhe kjo është për fajt të Sali Berishës, që nuk ka vota, as numra dhe as forcë për protesta.